Horoskopi ditor e shtunë 27 dhjetor 2025. Dashi, jo fort e mirë kjo ditë. Një zënk me njeriu e zemrës po ju shqetëson shumë. Mundohuni të sqaroni sa më parë nëse doni që ta çoni deri në fund ato që keni nisur dhe të mos e shtyni për nesër. Beqarët nuk duhet të hedhin hapa të pamenduar. Kujdes me shpenzimet. Demi, haroni problemet e së shkuarës me partnerin. Nëse shihni rrotull vetes dhe gjeni diçka më premtuese se ajo që është ofruar deri tani, beqarët do të jenë të qartë në kërkesat e tyre dhe nuk do të hedhin hapa të nxituar. Financat mjaft problematike. Bëni tepër kujdes. Binjakët, një ditë jo fort e mirë. Do të jeni të shqetësuar për të gjetur kohën që të qëndroni me miqtë tuaj dhe kohën për të qëndruar me personin e zemrës. Mundohuni të mos jeni të prerë në vendime, pasi një rapal mund të lëndohet. Beqarët do të realizojnë një takim të veçantë i cili mund t'i sjellë ndryshime. Financat do të jenë të qëndrueshme. Gaforia, një ditë me humor të mirë dhe me dëshirë për intimitet sot për ju të dashuruarit. Në fushën profesionale nuk do të jepni maksimumin, por kolegët tuaj do t'ju ndihmojnë. Beqarët duhet të tregohen të kujdesshëm në takime dhe vendimet që do të marrin. Financat duken të ekuilibruara. Luani, kjo e sotmja do të jetë një ditë mjaft e mirë për të lindurit e kësaj shenje që do të marrin gjithçka me alegri si në punë, ashtu dhe në problemet familjare. Mos nënvlerësoni një propozim shumë të rëndësishëm nga partneri, sepse nuk ju ofrohet gjithmonë. Beqarët do të kenë plot takime interesante, por nuk do të vendosin dot për më shumë. Kujdes financat. Virgjëresha, sot do të zgjidhni një problem që kishte lindur prej kohësh me partnerin. Pas kësaj, ju pret një mbrëmje këndshme në shoqërinë e personit të zemrës. Beqarët më në fund mund të ndryshojnë statusin, pasi do t'ju ra zemra fort për një person. Ditë e keqe për financat. Peshorja, një ditë ku juve do të arrini të vlerësoheni për fantazitë dhe idetë tuaja. Në jetën afektive nuk duhet të kapeni pas një fjale të thënë nga partneri pa ndonjë qëllim, por duhet jeni më tolerant. Beqarët, edhe pse do e pëlqejnë një person, nuk do të jenë në gjendje të shprehin ndjenjat. Mbajini nën kontroll shpenzimet. Akrepi, dita e sotme nuk është dita e duhur për të bërë hapa përpara në marrëdhënie në çift. Një dashuri e vjetër do të kujtohet për ju. Duhet i thoni atë që mendoni për të në sy. Beqarët, pavarësisht takimeve interesante, nuk do e gjejnë dot personin që kërkojnë. Financat do të jenë të ekuilibruara. Shigjetari, disa veprimet tuaja sot do të sjellin pak kënaqësi tek partneri, por ju do të dini të dilni nga kjo situatë me kokën lart. Beqarët edhe sot nuk do të arrijnë të ndryshojnë statusin, por pritet që më vonë t'ju paraqiten mjaft mundësi të mira. Kujdes me shpenzimet. Bricjapi, një ditë e mirë kjo e sotme e mbushur me simpati dhe entuziazëm për ju të dashuruarit. Me këto cilësi do ta keni të lehtë të shpëtoni kritikave që do t'ju bëhen nga partnerja. Beqarët do të refuzojnë takimet, nuk ndjehen ende gati për ndryshime. Në planin financiar situata do të vi duke u përmirësuar. Ujori, do të keni disa keqkuptime sidomos në jetën në çift, por do të mundoheni të vini humori në plan të parë. Nuk duhet të kapeni pas çdo fjale që thon të tjerët. Beqarët do të kenë takime mbreslënse dhe shumë shpejt mund të nisin dhe lidhje afatgjata. Financat në vështirësi, bëni kujdes. Peshqit, një ditë jo fort e mirë për të lindurit e kësaj shenje. Humori nuk do të jetë i mirë dhe ju sot për gjithçka do të thoni jo, por do të pendoheni nga refuzimi i partnerit. Ajo që këshillohet është që juve të mos keni frikë të shprehni ndjenjat. Beqarët duhet të tregohen të vëmendshëm në takime. Asnjë problem për ju me financat.